Një nga gjërat me cilat krenohet Edi Rama për paturpsinë e vet, kur ka qenë kryetar bashkie, ka qenë ai thotë u kërkova ndërtuesve të pastronin rënojat e kioskave të prishura te Lana, te Lumi Lana. Edhe ata thotë e bën. Po pse e bën ata? Për detyrë patriotike, për detyrë qytetare? Jo, sepse ja kërkoi kryetari i bashkisë. Po pse këta shpenzuan paratë e tyre për pastruar Lanën me kërkesë të kryetarit të bashkisë? Sepse kryetari i bashkisë u premton nga paratë tona, nga hapësira jonë publike, u premton një kundërvlefë që është shumë herë më e madhe. Pra, pse oligarkët ose njerëz që kanë shumë para financojnë parti politike, financojnë PS-n, financojnë PD-n, po nga njëherë më duket se financojnë edhe parti më të vogla, shumë më të vogla se këto. Dhe kjo është pyetja që duhet shtrohet. Dhe në varësi të përgjigjes që japin kësaj pyetje, dalin përfundimin nëse në Shqipëri ka demokraci apo ka një lloj plutokracie. Pra një pushtet njerëzve të pasur e të korruptuar, cilët riprodhojnë veten në pushtetin ekonomik dhe çojnë përpara interesat e tyre që jo detyrimisht janë përputhje me interesat shoqërore.